Normale që kam shumë vështirësi me karrocë, rruga është gjithë gropa, kemi 20 vjet që jetojmë këtu edhe prapë e njëjta situatë. 100 metra më tutje është rruga asfaltuar, kurse këtu është gjithë gropa. O sot e keni kohën e mirë, është me diell. Po sot me diell është, por kur është shi është shumë keq sepse nuk kalojmë dot as me karrocë. Kjo rrugë është sikur me qenë rrugë jetime. Se gjitha rrugicat tjera të Shkozës janë të shtruara. Kurse kjo, jo. Në lidhje me këtë denoncim të bërë nga banorët, ndalesa është pra njësisë administrative numër 1, ku pas një komunikimi me administratoren, zonjën Trëndelina Jaku na thotë që jeni adresuar gabim pasi rruga është një investim që duhet bërë nga ARSH-ja. E në fakt pas komunikimit në terren me punojësit që janë duke bërë asfaltimin e pjesës së dytë rrugicave lidhse me Unazën e Madhe, asfalti është ndërprer, sepse nuk do shkojë më tej nga ana e ARSH-s. Çka do të thotë që pjesa tjetër duhet të bëhet nga drejtoritë përkatëse në Bashkinë e Tiranës. Një informacion të tillë zonja Jaku nuk e ka.